Më 21 korik nis rrugëtimin 3 ditor duke ardhur në edicionin e tij të tretë Festivali Multikulturor i Beratit. Muzika, tradita, trashëgimia kulturore, koncertet, panairet, ekspozitat me artistë, ideatorë krijues të ftuar nga vendi dhe bota do të jenë pjesë e këtij festivali. Drejtori artistik i festivalit Mario Guralumi bën publike disa nga detajet e eventit. Për më tepër, këtu është një kartolinë e cila identifikon gjithë programin tonë për gjatë 3 ditëve. Festivali organizohet nga organizata Njerëz dhe Ide, Art Plus, Bashkia e Beratit dhe me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Ministrja Mirela Kumbaro u shpreh se ky festival përmbush qëllimin e institucionit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore. Berati dhe Gjirokastra janë jo vetëm 2 qytete të rëndësishme për Shqipërinë nga pikpamja historike dhe kulturore, por janë edhe 2 qytete të rëndësishme për trashëgimin kulturore botërore. Vijojmë tashmë me Beratin për të treguar jo vetëm vlerat që ka ky qytet, po për të thënë në radhë të parë që Berati, sikurse edhe Gjirokastra, po pse jo dhe Korça dhe Shkodra, janë jo vetëm kulturë, janë trashëgimi kulturore me burime dhe potenciale të jashtëzakonshme zhvillimi ekonomik, zhvillimi turistik. Grupe të rinjësh që performojnë muzikë jazz dhe këngëtarja e njohur Marcela Çibukaj do të ngjiten në skenën e festivalit. Ne në mënyrën tonë me muzikë kontribuojmë pak në promovimin e kulturës të vendit tonë, të këtyre vendeve të mrekullueshme. Për ne do të jetë një skenografi natyrale dhe historike e jashtëzakonshme. Nga 21 deri më 23 korik, Berati do të jetë në fest, ku bashkë me aktivitetet e larmishme nuk do të mungojnë edhe ushqimet tradicionale të zonës në restorantet beratase.